Banorët e Llojanit çdo ditë rrezikojnë jetën duke kaluar hekurudhën pa sinjalistikë adekuate e patra. Ky tren që kaloi i bie sirenës për të evituar më të keqen. Dy sinjale që janë anash binarëve janë aq të vjetruar sa që vështirë të shihen nga vozicit e automjeteve që kalojnë çdo ditë. Ndërmjet fshatit Llojan dhe Tabanoc, hekurudha ku pret rrugën regionale nuk ka rampa dhe banorët ankohen se ekspozohen në rrezik të përditshëm gjatë kalimit pasi që sinjalistika është e vjetruar dhe nuk dëgjohet sa duhet, por edhe kthesa e madhe e bën të padukshëm trenin i cili lëviz disa herë në ditë. Banorët e Llojanit thonë se ndër vite ka pasur shumë aksidente në atë pikë kritike të trafikut për të mos ndodhur tragjedia. Ata në vazhdimsi kërkojnë nga autoritetet të vendoset sinjalistik moderne me trap përkatës, e cila është pak metra nga stacioni hekurudhor i Tabanocës. Ne vend ta pengon si fshat edhe keve, jo vështi, ama Llojani më shumë. Kalon Llojani aty drejt, rroba nuk ka. Shenjat bezor shkojnë nga herë. A ka rrezik për banorët? Ka rrezik. Që s'ka, kanë ajo shkojnë ata të rampa, krena rampas po bin të afrengit. Vina, mo s'ka shenjat për i hupin. Shenjat që ajlojnë, një javë nuk shon hupin. Ka prej tyre që thonë se vetë kujdesen për rrugën dhe shenjat e komunikacionit në distancë. Nuk ka pas shenja. Edhe shumë gropa poshtë kemi mush vetë në fshatartë të asfaltit. E kanë ngry ato kabën aty, di shka kanë njumë, të pruga aty edhe nuk e kanë ndresë atë rrugë. Na vetë kemi bën me ciment me asë. Kanë ngry aty, të sprengit ato pushqesi, nuk e kanë bën ata. Na vetë fshatartë kemi bën. Edhe shumë gjona, edhe rruga asë një nuk pastruat në tonë, vetë fshatartë keqë. Mërkimtarët e Llojanit shprehin habi se si autoritetet kanë lënë pasdore këtë fshat me mbi 2000 banorë. Te hekurudha aty Ministria e Rrugëve, shembull se kush e ka këtë detyrë, a me komunën shembull bashkëpunim apo mos sidoqoftë për mendimin tim s'kryen punë kurkush, nuk interesohen. Rruga është bërë një herë me asfalt edhe ka qenë shumë e ngushtë. Nga ndërmarrja publike e hekurudhat infrastruktura në Shkup, thonë se deri në projektimin e rikonstruimit të plotë atij aksi hekurudhor nuk është paraparë vendosja e trave në atë pikë kalim. Pas tyre inxhinierët hekurudhor nuk e kanë piketuar atë si infrastrukturë kritike, duke pasur parasysh që nuk ka frekuentim të lartë të kalimtarëve rrugor me automjete. Por ata bëjnë thirrje që të respektojnë sinjalistikën aktuale me që vlerësojnë se është e mjaftueshme dhe se në një të ardhme afatgjate aty mund të bëhet një ndërhyrje për vendosje të rampave.